Kanali kryesor kullues pranë shkollës nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa në rrugën e Tiranës ka mbi 3 vjet i papastruar. Në të gjithë gjatësinë e tij, kanali është i mbushur me plera, inerte dhe kallamishte, të cilat shkaktojnë bllokim të rrjedhjes së ujit dhe rritjen e nivelit të tij, por edhe aromë të pakëndshme. Gjithashtu edhe derdhja e ujrave të zeza ka shqetësuar banorët e zonës, të cilët tregojnë se mosndërhyrja për pastrimin e këtij kanali nga institucionet përkatëse e ka kthyer në një kolektor të madh mbetjesh. Kanali kullues përshkon një zonë të banuar prej më shumë se 1 kilometër gjatësi dhe mbledh ujrat e Kodrës dhe zonave përgjati. Mungesa e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza në zonë shkakton derdhjen e tyre në kanalin e kullimit. Banorët shprehen se me rreshjet e dendura të shiut, kanali i cili duhet të shërbejë për kullimin e tokave bujqësore dhe vaditjen e tyre, rrezikon të shkaktojë përmbytjen e kulturave bujqësore të mbjella nga fermerët, pasi është jashtë funksionit se është i papastruar. Banorët kërkojnë sistemimin e tij në pjesën ku ky kanal kalon në zonën urbane dhe veshjen e tij me beton. Situata e mospastrimit të kanaleve kullues, të cilët janë shumë të rëndësishëm për banorët lushnjarë se jetesën e kanë të lidhur me bujqësinë, është kthyer prej vitesh në një shqetësim në Bashkinë e Lushnjës.